Ai dishte të vinte edhe sonte, po ishte e pamundur. Je i lumtur që je pjesë e këtij paneli? Patjetër që është një eksperiencë e jashtëzakonshme për mua dhe kisha nevojë të isha në një aktivitet mbas një periudhe pak të vështirë, do të thoya që kam kaluar këto muaj. Do të kisha shumë dëshirë që mama ime të ndiqte sonte, ishte një nga dëshirat e saj, po ajo s'mundi dot. Gjithsesi, unë ajo na shikon nga lart edhe na jep forcë dhe na mbron. Gjithmonë ka menduar që kjo puna na shpëton në një farë mënyrë, siç na bën të paguajmë çmime shumë të larta të famës, ashtu na bën edhe që të shpëtojmë kur kemi plagë, se ne këtu jemi në një univers që na shëron në një kuptim, kështu që patjetër kemi këtë avantazh, por gjithsesi filloj me vajzën. Unë do të thoja që më kujtohet një herë më ka rënë të këndoj në një kompeticion i pari. Po ju them që nuk ka gjë më të tmerrshme se sa të këndosh i pari, sepse publiku duhet të ndizë, duhet të vijë, edhe as vetë e mbaj mend siç hyra dola. Edhe pse u impenjova dhe dhash maksimumin. Por mendoj që sot Eden dha një diçka fantastike, është në një formë të shkëlqyer dhe nuk duket sikur po këndonte ne nga fundi, jo nga fillimi. Kështu që bravo të qoftë, kjo është një shenjë shumë e mirë që ti mposht emocionet dhe kjo është një gjë, është një plus për artistin. Bravo. Faleminderit.